Presidenti i Shtetit të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka kundërshtuar publikisht planet për aneksimin e Bregut Perëndimor që janë në qendër të debatit të parlamentit të Izraelit. Në një prononcim për gazetarët në Shtëpinë e Bardhë, Trump deklaroi se Izraeli nuk do të bëjë asgjë në Bregun Perëndimor dhe paralajmëroi pasoja të rënda dhe serioze nëse qeveria izraelite do të ndërmarrë hapa të tilla. Kneseti ka votuar për nisjen e diskutimeve mbi 2 projekt ligje që synojnë zgjerimin e sovranitetit të Izraelit në territorit e banuar nga palestinezë. Mos u shqetësoni për Bregun Perëndimor. Izraeli nuk do të bëjë asgjë atje, tha Trump, duke theksuar se kishte dhënë garanci të qarta për vendet arabe gjatë negociatave për armëpushim në rripin e Gazës. Në një intervistë në revistën Time, ai nënvizoi se çdo tentativë e Izraelit për aneksimin do të sillte humbjen e mbështetjes amerikane. Kjo nuk do të ndodhë, sepse u dhash fjalën vendeve arabe. Nëse Izraeli tenton ta bëjë këtë, do të humbas mbështetjen e SBA-ve, theksoi Trump. Votimi në parlamentin e Izraelit për avancimin e projektligjeve u zhvillua gjatë seancës në Izrael të zëvendës presidentit amerikan J.D. Vance, i cili ndodhej atje për të mbështetur procesin e armëpushimit në Gaza. Ndërkohë, Partia Likud e kryeministrit Benjamin Netanyahu e cilësoi veprimin një provokim të opozitës që sipas saj synon të dëmtojë marrëdhëniet me Washingtonin. Analistët vlerësojnë se çdo përpjekje për aneksimin e Bregut Perëndimor do të shuante përfundimisht mundësinë e një zgjedhjeje me 2 shtete, duke thedhuar krizën e gjatë mes Izraelit dhe Palestinës.